Ata mund të thonë shumë gjëra. Ata mund të thonë, ata kanë si synim, zotëri. Përderisa me lojën Rama Berisha është rritur që të jetë deputet, eurodeputet, Beleri, me cilin rëndon dënimi për dhunim të simbolive të kombëtare, dhe si pjesëmarrës në akte terroriste për vrasjen e shqiptarëve, dhe është sot përfaqësuesi i Greqisë, ndonë se rrinë në Shqipëri, në Parlamentin Evropian, kjo është e tmerrshme. Dhe ka deklaruar publikisht helenizimin e Himarës, që është palca, qendra e gravitetit të lavërisë e shqiptarisë, dhe ideja tyre është për të bërë një oseciacion për jugun e Shqipërisë. Pra, Himar, Dropull, Finiq, Konispol. Çfarë kanë bërë Rama Berisha për çështën Çame? E kanë bërë pazar. A duhet të jenë Çame të shesh? Sigurisht që do të jetë Çame të shesh. Sepse janë për drejtat e veta. Pra e kanë bërë pazar. Tani a janë bashkë Rama dhe Berisha. Është një tezë që ti ke patur konstante, që ata janë bashkë. Tani po e vërtetoj. Njëri e ka mekatin e Gërdecit në shpinë. Tjetri ka Cvernecit. Njëri e ka Ariollin, ose të dy Ariollin. Pse të dy? Po të dy, sepse kanë oligarkë që janë të përbashkët, e kanë oligarkin e përbashkët. Tjetri ka Kasharin, tjetri ka Përgadecin, tjetri e ka Thethin, të dy bashkë e kanë në Balbonën. Këtë ultësirë, të dy bashkë me oligarkë e kanë Lurën. Pra s'kën dalë asgjë, çfarë do të dalin? E kanë Divjakën, kanë marrë pyjet e Përmetit, që shkon të teqja Ali Vostivanit. Kretët pjesën me Bredha e kanë marrë këta oligarkët, zotri. Divjakën, Përgadecin, Tyshemishtin, kryqësisht e kanë marrë. Lurën, këtë ulësirën perëndimore. Këtë të Lurës nuk e kam dëgjuar, këto i kam dëgjuar këtë të tjera. Lurën do të dëgjosh timin. Kontakti në Tyshemish, për shembull, e di që është futur kontakti. Po këtë ulësirën perëndimore. Pa të deklaruar në studion tënde që së shpejti SPAK do të zbarkoj në gjirin e dosave, gjirin e derave në gjithë Lalësit. E në fakt, ashtu ndodhi. Për të lidhur me pyetjen tënde, a e realizojnë qëllimin e protestat? Çfarë kërkohet sot? Aleancë e referendumit qytetar që po i bën Nurembergun, Republikës së korrupsionit dhe SPAK-ut. Sepse SPAK-u ka provën. Dhe SPAK-u ka bërë goditje spektakolare. Dhe këshilla ime e vazhdueshme për disa nga drejtuesit e protestës, që kam kontakte me ta, është aleancë me SPAK-un. Po. SPAK-u nuk e rrëzon sistemin. SPAK-u rrëzon individet e sistemit. Problematik të sistemit, që shkelin rregulla mbi korrupsion. Dhe tani SPAK-u është përballë kujt? Korporatës, krimi organizuar, oligarki dhe politik. SPAK-u është përballë regjimit oligarkik, kleptokratik, kakistokratik. Pra është një institucion i investuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian përballë një sistemi të konstruktuar 30. Jam dakord me këtë pjesë, po duhet protesta sipas teje të bëhet parti politike apo jo? Nëse protesta bëhet parti politike, humbet kauzën që ka. Pse? Edhe e përpjekja për të bërë kuvend qytetar. Po, është bërë kuvendi. E pa është ndoshta me shumë vëmendje. Pati ca tensione të vogla, po gjithsesi. Ka disa parti politike. Në momentin që ti 150 po 150. Çfarë kërkohet sot? Peteja, sipas meje. Aktivizimi i referendumit. Referendumi është mënyra kushtetuese për të zgjuar sistemin. Përcakton mënyrën e qeverisjes. Po mos shkakton shumë kriza? Çdo gjë referendum, çdo gjë referendum. Jo, nuk shkakton krizë fare, referendumi bën në përbot. Nuk shkakton krizë fare. Ne të gjitha këto protesta rreth 50 ditë kanë dhënë një rezultat të shkëlqyer. Në të gjitha ballinat e mediave të shkruara apo edhe mediave elektronike ka qenë demonstrimi, manifestimi qytetar kundër dyshës Rama Berisha. Pavarësisht se propaganda e industrisë se binomit të hajnis Rama Berisha është përpjekur që të quajë protesta anti-Trump. Dhe ata që janë përpjekur për ta institucionalizuar anti-amerikanizmin,
në emër të sovranitetit, pikrisht janë këto dy. Dhe nuk ka popull me Amerikan dashës se shqiptarët. Pse? Kjo nuk ka diskutim. Sepse ne, Dhe me të drejtë. edhe me të drejtë, ne një aleat kemi. Një aleat. Zotri, në qoftë se në vitin 1989, Slobodan Miloševići, në ditën e Vidovdanit, në kujtim të betejës së 1389, pra shkojnë në Kosovë 1 milion serbë. Dhe tha, tani serbë shpalli Serbinë e madhe. Dhe ai kishte bërë platformën për pastrimin etnik krejt Ballkanit, siç ndodhi në Bosnjë. Dhe në prag të Krishtlindjeve, në 1992-shin, George Bush i vjetër, që quhet paralajmimi i Krishtlindjeve, mos guxo të prekësh Kosovën. Tani ka quar dhe Trumpi, mos guxo të prekësh Kosovën. E unë mendoj që zgjidhja më e mirë, më e shpejtë për Kosovën është anëtarësimi në NATO. Uroj shumë të ndodhe. Sepse politikanët tanë e kanë përdorur çështjen kombëtare për utilitarizëm personal, politik, po jo se janë kombëtar, se çështja kombëtare nuk është parciale. Të jem demokrat në Kosovë, po si e demokrat në Kosovë, zoti Berisha, dhe shkove hape fushatën elektorale ditën e Vorjepirit me Belerin në Greqi, si thua si vllau i Vučićit zoti Rama, dhe si nuk reagon tani ndaj ministrës që ke pas antare të grupit të mesisë Shqipëri-Serbi. A ka gjë të mërshme? Pra këto e di që për dikën janë të dhimbshme, po janë vërteta vëlla. E vërteta të bën të lirë. Absolutisht. Po nuk e the të vërtetën, e po se pa të provën për të vërtetuar ato që thua, dhe vetëm del dhe Bijem dakord. Asgan, më jep një koment edhe për këtë ekipin e ri drejtues të PD-s. Ikën gati 70%. Këshilli kombëtar, kryesia, sekretarët. Se nuk e mbyllëm ata. Për të kthyer. Protesta, partia është sheshi. Beteja për shtetin, jo për pushtetin. Nuk kemi shtet të së drejtës. Sepse, thash, korporata... Ti e the shumë mirë, pra, kjo është një betejë për shtetin, jo për pushtetin. Prandaj nuk duhet një parti politik. Po, ata duhet ftillojnë ekipin drejtues. Duhet të thrasin pjesën e inteligjencës që ka ide dhe t'i promovoj idet. T'i promovoj këtë ide. Beteja është e bukur derisa nuk ka interesa politike personale për një mandat deputeti. Siç ata kanë hedhur cilëruset Berisha Rama, njëri i premton një drejtuesi deputetin, tjetri i premton kryetarin e bashkisë, tjetri i premton këtë, tjetri i premton atë. Ata duhet të jenë unik, të mos përçahen dhe protesta, sepse nuk ndodh ta marrin peng protestën. Berisha shpresoi që do ta marrë peng protestën. Por marrëveshja e fundit e Berishas me Ramën është kjo. Të shpëtojë njëri. A ke pa Titanikun? Ata dy dashuruarit që i betohen njëri tjetrit në fund, paktën shpëto ti. Kështu janë Titaniku i Berishës dhe Ramës është fundosur, zotëri. Por dikush nuk do shpëtoj, ti e di shumë mirë. Se pa nuk do shpëtoj. Kjo është me se sigurt. Unë kam edhe informacion, kam edhe informacion që s'mund ta ndaj, tani jo, të përgjithshme, çfarë mund themi? Nuk shpëtojnë të dy apo njëri do shpëtoj? Jo, asnjëri nuk shpëton. Sepse Berisha mendon e shpreson që rrezohet Rama dhe se Berisha është mjeshtri i politikës. E dëgjuat dekretin e Berishës, do zbatojmë kushtetutën. Do bëjmë një qeveri teknike. Hajde një tha sillni. Po tani qeveria teknike, cila është qeveria teknike? Si e shpreson zoti Berisha? Qeveri teknike që i bën Berisha me Ramën, si e kena bërë në 2017 në qeverin teknike. Dhe njëri thoshte, humi Basha se beri marrëveshje me Ramën. Po mirë, pse nuk e votuan kundra socialistët Ramën? Për shkak se beri marrëveshje me Basha. Marrëveshja 2017 Basha Rama shmangu luftën civile, zotni. Dhe ka pas një skenar rus në ato vite, i kam shpjeguar në studion tënde që ka qenë tentativa për vrasjen e zotit Basha. Ai nuk është më sekret, garda ka marrë masat shtesë. Ishte përgjakja e Parlamentit të Maqedonisë me 27 prill. Zaev po rrahur. Po, është në mënyrë barbare. Ata kishin projektuar vrasjen e Elhametit. Po. Dhe ata nuk e lejuan. Shqiptarët ja Elhametit. Ska bërën dhe Zjadin Sela. Po, Zjadin Sela u godit rënd, po përgjak Parlamenti i Maqedonisë Veriut. Mos harrojmë se i vit më parë në tetor 2016 kishte ndodhur grushti i shtetit në Maltëzi, përpjekja për grushtin në Maltëzi, i sponsorizuar i mbështetur nga Rusia.